Ishte një verë e zjarrt, nga ato që nuk të lënë të marrësh frymë as në hije. Ariani, dhëndri i sapo ardhur në shtëpinë e gruas së tij, Elbës, ishte mësuar me klimën e qytetit, me kondicionerët dhe zhurmën e makinave. Por këtu, në fshatin e lindjes së Nuses, bota ishte ndryshe, e qetë, e ngadalt dhe për të paksa e huaj. Vjera, zonja Meri, ishte një grua e heshtur, me lëkur të nxirr nga dieli dhe duar që flisnin më shumë se goja. Ato duar kishin punuar tokën, kishin pjekur bukë, kishin rritur fëmijë. Ato duar kishin një ritëm të tyre, një melodi të pandërprer që Ariani po mësonte ta dallonte. Elba, gruaja e tij, ishte larguar për 2 ditë për të vizituar një teze në një qytet tjetër. Ishte hera e parë që Ariani qëndronte vetëm me Vjerën në atë shtëpi të madhe prej guri, me obor të mbushur me pemë frutore dhe një erë të ëmbël kumbullash që piqeshin në diel. Mëngjesi i parë ishte i vështirë. Ariani u zgjua nga zhurma e lehtë e një vegle druri që përplasej në mënyrë ritmike. Zbriti shkallët prej druri që kërcasin dhe e pa Vjerën në obor. Ishte ulur në një stol të vogël, me një lexhen para saj dhe një dëras të gjatë druri në prehër. Në duar mbante atë që në fillim nuk e kuptoi se çfarë ishte. Ishte një vegjël druri, e lëmuar nga përdorimi, me një formë të rumbullakët në fund. Ajo po e lëviste poshtë e lartë mbi dëras, mbi një grumbull brumi të zi e të trash. "Mirëmëngjes, nën," tha Ariani duke u afruar. Vjera ngriti syt, një vështrim i shkurtër dhe tundi kokën. "Ulu," tha ajo, pa e ndalur lëvizjen e dorës. "Ke për të mësuar." Ai u ul pranë saj, i interesuar. Vegla në dorën e saj lëviste me një satësi të pabesueshme. Poshtë e lartë, poshtë e lartë. Një ritëm konstant i pandallshëm. Brumi nën të ndryshonte formë, shtypej, shtrihej, duke marrë një elasticitet të veçantë. "Ç'është kjo?" pyeti Ariani. "Rog," u përgjigja ajo shkurt. "Buk fshati, pa rog nuk ka buk, pa buk nuk ka jetë." Ariani e ndoci me sy atë lëvizje. Duart e Vjerës ishin të sigurta, por jo të forta në mënyrë të ashpër. Ato përkëdhelnin brumin me një forcë të kontrolluar, duke e detyruar atë të dorëzohej. Vegla druri, e cila dukej si një shtypës i thjeshtë, bënte një zhurmë të butë si një rahje zemre e thellë. "Të lutem, më lejo të provoj," i shpëtoi Ariani, duke menduar se do t'ishte një mënyrë për t'u afruar, për të thyer akullin e heshtjes së saj. Vjera ndaloi për një sekond. E hodhi një vështrim që peshonte, që mate. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, ia zgjati veglën. Ariani e mori në dorë. Druri ishte i ngrohtë, i lagësht nda duart e saj dhe nga avulli i brumit. E vendosi mbi dëras dhe filloi të lëvizte. Ishte katastrofë. Vegla i rëshqiste, brumi i ngjitej, lëvizjet e tij ishin të çrregullta, pa ritëm. Në vend të një shtrese të barabartë, po krijonte gropa dhe kodra. U ndjej marr, duke u përpjekur të imitonte atë që pa, por pa mundur. "Jo kështu," tha Vjera, duke i marrë dorën befas. Gishtat e saj, të fortë dhe me lëkur të ashpër, u mbyllën rreth dorës së tij, duke e mbajtur fort mbi veglën. "Ti nuk e shtyn, ti e udhëheq. Brumi ka kokën e tij. Ti duhet ta bindësh, jo ta detyrosh." Ariani ndjeu ngrohtësinë e dorës së saj që e mbullonte të tijen. Ajo e drejtoi lëvizjen, duke e detyruar dorën e tij të ndikte ritmin e saj. Poshtë dhe lartë, më ngadalë, më me durim. Ajo e shtynte dorën e tij poshtë me një forcë të qetë, më pas e linte të kthehej lart sikur të ishte një val. Një val druri dhe brumi. "Ndjeje," pëshpëriti ajo pranë veshit të tij, zëri i saj i ulët dhe i ngjirur. "Ndjeje se si dorëzohet." Ai ndjeu drurin në pëllëmbën e tij, brumin që shtypej dhe zgjerohej. Ndjeu gishtat e saj që i drejtonin lëvizjen, që e mësonin pa fjalë. Ritmi u bë më i qetë, më i natyrshëm. Ata ishin të dy të përqendruar tek ajo vegjën, tek ajo dëras, tek ai cikeli pafund. Poshtë, lart, poshtë, lart. "A ka rëndësi sa kohë?"
pyeti Ariani duke u përpjekur të thoshte diçka. Roga nuk ka orar, u përgjigj Vjera pa e lëshuar dorën e tij. Roga bëhet derisa brumi të jetë gati, derisa të ndaloj së qari dhe të filloj të këndoj, derisa të jap frymën e parë të mirë. Ariani nuk e kuptonte plotësisht, por nuk pyeti më. Lëvizja e përbashkët kishte krijuar një lloj intimiteti të çuditshëm. Ata nuk po flisnin, por po komunikonin përmes ritmit. Ai ndjeu djersën e tij dhe të saj që përziheshin, erën e saj të tokës dhe të barit, të përzier me erën e kumbullave të pjekura. Pas një kohe që ju duk një jetë, ajo ja ndëshoi dorën. Tani vazhdo vetë, tha ajo, pa u ndallur. Derisa të them unë. Ariani vazhdoi. Dora e kishte djersitur. Muskujt e kraut filluan të digjeshin, por ai nuk donte të ndalonte. Ai donte të provonte se mund ta bënte, se mund të mësonte ritmin e saj, se mund të hynte në atë botë të saj të heshtur. Vegla u bë një zgjatim i dorës së tij. Poshtë, lart, poshtë, lart. Vjera ishte ngritur dhe qëndronte pas tij duke e vëzhguar. Nuk thoshte asgjë, por Ariani ndjente vështrimin e saj në shpinë, një peshë që e shtynte të vazhdonte. Dhe pastaj ajo u afrua më shumë. Ai ndjeu prekjen e lehtë të gjurit të saj në shpinën e tij, teksa ajo përkulej për të parë më mirë punën e tij. Po shkon mirë, tha aho në fund, zëri saj një pëshpëritje, por ke ende shumë për të bërë. Dhe kështu Ariani punoi. Ora e dytë, e treta, nuk dinte sa kohë kishte kaluar. Dielli ishte ngjitur lart duke djegur, por ai nuk ndjehte më asgjë përveç ritmit. Vegla në dorë, dërasa nëntë dhe Vjera aty pranë, duke e drejtuar her pas here me një prekje të shpejtë, një korrigjim të lehtë në kyçin e dorës, një shtytje më të thellë poshtë. Ishte një provë, një test, jo i forcës fizike, por i qëndresës, i durimit, i aftësisë për të dorëzuar para një procesi, për të ndjekur një ritëm që nuk ishte i tij. Kur më në fund ajo i tha mjaft, Ariani e la veglën dhe u rrëzua prapa në stol, i lodhur dhe i mbushur me një ndjenjë të çuditshme çlirimi. Brumi ishte tani një sferë përkryer, e lmuar, e gjallë. Vjera e mori me duart e saj, duke e përkëdhelur me butësi. Tani e di, tha ajo duke e parë në sy. Tani e di se çdo të thotë të presësh. Tani e di se çdo të thotë të vazhdosh, edhe kur nuk sheh fund. Tani e di se çdo të thotë të jesh pjesë e kësaj shtëpie. Ajo u ngrit, mori lexhenin dhe dërasën dhe u fut në shtëpi duke e lënë Arianin në obor, duke marrë frymë thellë. Ai e shikonte derën ku ishte zhdukur ajo. Nuk ishte thjesht një mësim për të bërë bukë, ishte diçka tjetër. Një kalim i njëriti, një njohje e një fuqie të fshehur. Një lidhje që nuk mund ta emërtonte. Ai kishte mbajtur veglën në dorë dhe ajo e kishte udhëhequr përmes asaj pune pa ndalim, duke e futur në një botë ku fjalët nuk ishin vend. Atë natë, kur hëngri bukën e parë të pjekur nga ai brum, Ariani e kuptoi. Nuk ishte thjesht bukë, ishte historia e saj, durimi i saj dhe një pjesë e ritmit të saj që tani ai e mbante brenda vetes. Dhe ndjeu një respekt të thellë, jo vetëm për Vjerën, por për atë që ajo përfaqësonte. Një forcë e qetë, e pandalshme, që nuk ishte nevojë për fjalë për të komunikuar. Dhe ai e dinte, nga ai moment, se ai ishte pranuar vërtet në atë shtëpi.